ke përgatitur albumin tënd të parë, me këngë angleze, po ke dhe një në Shqip, apo jo? Po, edhe kam publikuar një single në Shqip. Në fakt, albumi ka 9 këngë që kam shkruar dhe kompozuar vetë, dhe kam regjistruar këtu, në fakt në dollapin tim, kam bërë në studio e vogël, dhe kam regjistruar vokale atje. Në dollap? Po, kam krijuar një... E kujt ishte ideja për të krijuar atë studion e vogël për të mos... Sepse studio kushton shumë, dhe nuk kisha shumë buxhet për projektin, dhe në fakt e kuptova që robat ishte shumë mirë për sound absorption. Për përthithjen e zërave të ambientit. Po, kështu që kam bler një mikrofon, dhe kam mësuar si të produsuar muzikën vetë, dhe kam kompozuar këngët, por teksti janë nga shkrimet Bahaj, dhe flasin për temat e unitetit, dashurisë dhe shpresës. Pra, kjo ka qenë frymëzimi dhe për albumin, tematika të tilla që ti përcjell. Po. Përveç se krijon muzikë, shkruan, i kompozon, punon edhe si dentiste këtu, apo jo? Po, në fakt tani punoj më shumë si muzikant, si këngëtare, por edhe jam akoma dentiste dhe donjëherë punoj në Angli, edhe punoj këtu në Tiranë, punoj në një klinik. Po, jam e hapur për pacientën, por edhe përpiqem të vazhdoj më shumë me muzikën, të tërheq më shumë muzika, pasioni për të krijuar këngë, për të shkruar këngë. Shkollën për dentiste për stomatologji e ke zhvilluar në Angli, apo jo? Po, në Londër, po. Në Londër. Mirë, ne do të kishim shumë dëshirë që me kitarën tënde të na këndoje diçka, me atë zërin tënd të qetë, të shtruar, të bukur, edhe të na përcjellësh pak nota muzikore për publikun ton. Cilën këngë do interpretosh? Do të këndoj Ti më Jasini Gonxhe, sepse është shumë e lumtur dhe dua të sjell pak pozitivitet në studio sot. Shumë bukur. Ti më Jasini Gonxhe e bukulozimi, ti më Jasini Gonxhe e bukulozim, nuk të gjindje qoqa veç në kopshtin tim, nuk të gjindje qoqa veç në kopshtin tim. Hajde moj, beja moj, hajde lule, moj sheboj, hajde moj, beja moj, hajde lule, moj sheboj. Bukur, kur këndon shqip duket sikur, do më thënë, nuk është e vështirë të ndjesh muzikën në gjuhën shqipe. Po, më pëlqen shumë muzikën shqipe. Në fillim ishte vetëm një mënyra për të mësuar shqip, por pastaj rash në dashuri. Dhe e kuptova që kur këndoj në shqip, më lidh shumë me popull shqiptar, dhe ata janë shumë të lumtur dhe shumë nostalgjik kur këndoj këngët të vjetra shqiptare, dhe dua të bëj njerëz të lumtur me muzikën tim. Si e ka pritur publiku shqiptar muzikën që ti këndon, këngët e tua, zërin tënd? E ke ndjerë këtë dashurinë e publikut? Po, dhe këndoj tani në disa lokale restorante, dhe këndoj për popull shqiptar, edhe pak festivale kam kënduar dhe një konkurs. Është pasioni madh për mua. Jetë këto rrymat jazz, soul, dhe më thënë, këto rrymat të frymëzojnë më tepër? Po. Nuk të ka rëmbryer kjo vala e muzikës komerciale? Po, në fakt, unë më pëlqen shumë soul dhe jazz, sepse jam rritur me soul, por
kur këndoj në Shqip, dua të sjell pak frymëzyes nga ata. Dhe dua të bëj versioni pak ndryshëm, versioni im kur këndoj në Shqip. Dhe më pëlqen të eksperimentoj pak me muzikën. Me muzikën, me rrymat, me ndërthurjen e tyre.